Arsyet pse duhet ta konsumoni rrushin. Nëse konsumoni rrush në mënyrë të madhe, do të mund të parandaloni sasinë ose ndryshimin e sheqerit pas vakteve të konsumuara. Në studim kishin marrë pjesë rreth 46 persona të rritur dhe sasia paksa më e rritur e sheqerit në gjak, por u diagnostifikuan në mënyrë paraprake nga sëmundjet e sheqerit. Të anketuarit ishin ndarë në dy grupe. Grupi i parë kishte konsumuar rrush si ushqim të grimcuar 3 herë në ditë dhe për 12 javë rresht, ndërsa grupi i dytë kishte marrë lloje të tjera të ushqimeve të grimcuara që nuk kishin as rrush, as ndonjë lloj fruti ose perime tjetër. Ishte vërtet se rrushi për 16% zvogëlonte sasinë mesatare të sheqerit në gjak, si dhe zvogëlonte edhe hemoglobinën A1C për 0,12%. Rrushi është i shëndetshëm për sa kohë konsumohet në formën e tij natyrale dhe të papërpunuar dhe në sasitë e duhura për të mos shkaktuar rëndesa dhe probleme të imunitetit.